gjithë jemi bashkë, sepse vetëm bashkë ne mund t'i qojmë proceset përpara dhe të arrijmë atje ku aspirojnë shqiptarët prej shekujsh. Gjithmonë do të ketë protesta përderisa drejtësia nuk shkon vend, se jemi në një proces të padrejtë. Ne pikërisht kemi dalë për cilin mesazhin për drejtësi, për lirimin e çlirimtarëve që po mbahen padrejtësisht në një gjykatë e cila në kuptimin e akt akuzës ka ndryshuar kryekput që në kryet herës dhe merret me disa çështje që janë banale në kuptimin juridik. Po shohim se shumë qytetarë janë bashku nga Kosova, Shqipëria, madje edhe vende të tjera. Cila është kjo ndjenjë kur po i shohim shqiptarë të bashkuar, edhe pse na bashkë jemi, një jemi? Shiko, Tirana është epicendra e shqiptarisë. Tirana i bashkon shqiptarët. Tirana jep mesazhet më të fuqishme që kanë të bëjnë me shqiptarizmin dhe me interesin madhor kombëtar. Domethënë ne sot jemi këtu pa përcaktime politike, ideologjike, ku ta diune, gjithë jemi bashkë, sepse vetëm bashkë ne mund t'i qojmë proceset përpara dhe të arrijmë atje ku aspirojnë shqiptarët prej shekujsh.